dhuratas 4 korrik të 2026. Kemi një ditë ku do të thotë se sot Marsi formon një kënd shumë të pozitiv me Urani në binjak, një nga këndet më të papritura më shpërthyes të muajit. Ky kënd sjell shpejtësi, ndryshim, reagime, lajme të papritura, vendime të menjëhershme, komunikim, teknologji, udhëtime të shkurtra, dokumenta dhe marrëdhënie me njerëz të afërt. Është një ditë që mund të sjellë zgjim, ide të papritura dhe çlirim nga diçka që na mbante të lidhur. Por në të njëjtën kohë kërkon shumë kujdes me nxitimin. Ndikojnë shumë shenjat siç janë binjakët, virgjeresha, shigjetarët dhe peshqit e diçit të parë ose ata që kanë ascendente apo planete personale në këto shenja. Gjithashtu mund të ndjejnë fuqishëm edhe dashjen me luanin, peshorja dhe ujori të diçit parë, sepse ky kënd mund sjell ide, lëvizje, kontakte, vendime të papritura. Kjo ditë është e mirë për sa përket teknologjive të reja, ndryshimeve, çështjeve, internetit, projektime, ndryshime të mëdha ekonomike, financiare, se lidhet shumë me të gjëra të tilla, por duhet të kemi vetëm kujdes sepse jemi në nxitim dhe lidhje me makinat, lidhje me pajisje të ndryshme që mund të kemi, prandaj do të jemi pak të vëmendshëm. Në marrëdhënie që mund të kemi në lidhje me punën tonë, lidhje me anën ekonomike. Në punë mund të ketë ide brillante, por dhe ndikime të tjera sepse lidhet shumë me çështjet ekonomike, lidhet shumë me gjëra të tjera që do të ndikojnë në fusha të ndryshme që mund të kemi gjatë kësaj periudhe. Por gjithsesi kjo ditë është ditë mjaft kërkuese dhe konkurruese mbi gjërat që neve kërkojmë dhe dëshirojmë. Por pas të fillojmë parashikimin e kësaj date të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë, në kërkimin e parashikimit të detajuar, atëherë kemi këtë faqen këtu. Faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj dhe numër përkatës, atëherë shkoni tek sekretaria, poshtë në krahun e djathtë tuaj, dhe atje mund të dërgoni një email, ku atje në email mund të shkruani gjithçka juve doni dhe pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve dhe dëshironi të dërgoni mesazh, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe jeni gati për të dërguar mesazhin. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për juve të shenjës së dashit, duket se ka një nga ndryshimet dhe ndikimet më të mëdha të anës financiare ekonomike, disa gjëra që vërtet ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë edhe me karrierën dhe çështjet e tjera që do lindin gjatë ditës së sotme. Megjithatë, është një mundësi shumë e mirë, sepse edhe ndryshimet që vë keni, por dhe momente të arta që do të ndryshojnë në fusha të ndryshme financiare, në fusha të ndryshme ekonomike, por gjithsesi dashi ka një kuptim mes asaj që është realizueshme dhe mes asaj që është e bërshme mbi atë çka ju kërkoni dhe doni të dëshironi mbi disa marrëdhënie shumë të rëndësishme financiare do t'i keni në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmt të diçit parë dhe ujor të diçit tret është perfektja. Do shkojmë tek një shenjë tjetër, do shkojmë tek shenja e demit. Demët duket se kanë një mundësi, por vetëm do keni kujdes në lidhje në lëvizjet e pakujdesshme, këtu prishet pak ekuilibri juaj, por gjithsesi është një periudhë mjaft ndikuese, rrezatuese në atë çka duam të bëjmë, çka duhet të kemi në fushat tona. Është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive mbi standardet dhe stabilizimet ekonomiko-financiare, momentet që keni, kohën dhe çështjet që diskutoni në lidhje me familjen tuaj. Demi gjithmonë është një hap para çfarë ndikon dhe çfarë rrezaton në anën tuaj. Momentet e arta, ndryshimet e mira, favorizimet që do të keni, momenti është që koha tregon që juve jeni një ndikues dhe një përçues shumë pozitiv i energjisë pozitive në lidhje me punën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me luan dhe me dëmt dhe diçit parë është disi, kërkohet kujdes dhe vëmendje, por jo të nxitoheni në këtë drejtim. Por gjithsesi është një nga periudhat më ndikuese në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me akrepët dhe diçit parë dhe luan të diçit të tretë, duket se ka diçka të rëndësishme. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja e binjakëve. Binjakët duket se kanë ndryshimin e madh ose kuptimin mbi jetën, vendimet dhe kohën e duhur për zgjidhje të problematikave të ndryshme. Nuk ka vend për sa përket shqetësimeve ose gjërave të tjera, sepse koha është në favorin tuaj. Një moment mjaft i mirë, një moment që për disa mund të jetë e vështirë, por binjakët
din dhe janë mjaft konkurrues në gjërat e tyre, janë mjaft pozitiv në ato çka ata kërkojnë, por dhe periudha të tjera që do të ndikojnë në fushat e jetës së tyre. Por gjithsesi, 2023 është shumë i favorizuar për sa i përket punës së tyre dhe ndryshimit që do të kenë. Çështjet e dashurisë duket se kanë bënë me shigjetarët e vitit të parë. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë gaforja. Për sa përket gaforreve, gaforret të duket se gjërat janë mjaft ndryshe nga çka juve kërkoni, ndryshe çka juve keni dhe mundësitë e tjera që do të vinë. Nuk diskutohet dhe nuk e vë dyshim për sa përket arsyes ekonomike dhe mundësive që do të keni. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, edhe pse kjo datë është një datë mjaft treguese për sa përket gaforreve, se gaforret kanë disa mundësi dhe kohën e duhur për zgjidhur problematikat e tyre. Në çështje shpirtërore, lidhja që kanë bënë me dash është diçka shumë e rëndësishme. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë luani. Për luanët duket se tani e tutje është koha, është momenti. Nëse do flasim për momente nga më pozitive, nga momentet ekonomike financiare dhe gjërat e tjera që do të ndikojnë në fushën ekonomike financiare, në fushën e ndryshimeve dhe të komunikimit, është një mundësi dhe një mundësi shumë e mirë për stabilizuar ekonominë, për stabilizuar gjërat e juaja. Por çdo gjë është në dorën tuaj, çdo gjë arrihet falë edhe suksesit dhe punës suaj, sepse mundësitë janë nga më të mirat dhe më pozitivet të qenë ndonjëherë në këtë aspekt. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëmtë dhe diçit parë dhe me ujorët dhe diçit të tretë, ka diçka shumë të rëndësishme, prandaj bini pas, mos e lini pas dore. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për virgjëresha të duket se tani e tutje keni mundësinë dhe kohën e duhur për të zgjidhur çështje problematike, për zgjidhur disa gjëra që vërtet dita e shtunë ka dhe surpriza, por ka edhe gjëra të tjera që kërkojnë kujdes, kërkojnë ato që neve duam që të kemi dhe të arrijmë atje ku dëshirojmë neve, sepse dita e shtunë, dita e Saturnit na ndihmon për të nisur gjëra të reja, na ndihmon për sa i përket vendimeve të rëndësishme, për sa i përket asaj çka neve jemi dhe kemi. Në anën tjetër, ka diçka shumë të madhe sepse çdo gjë që juve nisni e bëtisni me sukses. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëm, është diçka shumë e rëndësishme, por edhe një shtatzani e mundshme mundur të ndodhi. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshoreve. Për peshorët kanë mundësinë dhe kohën e duhur për bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, në stabilizimin dhe çështjet, kontaktet, mundësitë të ardha që vijnë dhe është një mundësi shumë e mirë, edhe pse me vështirësi, por edhe pse disa gjëra janë në favorin tuaj, ka diçka shumë të mirë dhe tepër pozitive. Nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me gaforret edhe diçit tret, përgatituni. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepëve. Për akrepët duket se kanë një mundësi sot për sa përket devizave, për sa përket ndryshimeve, për sa përket një takimi, duhet një blerje që mund të bëni sot, edhe pse është pak e vështirë në fakt në anën e pozicionimit të planeteve, në anën tjetër, por keni një mundësi të mirë për të zgjidhur disa probleme të pazgjidhshme në të kaluarën dhe mund të zgjidhni sot. Meqenëse akrepët janë një hap para se çfarë ndodh. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me binjak është diçka shumë e rëndësishme. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për sa përket shigjetarët duket se ditën e sotme kanë mjaft dedikuar punës, dedikuar dashurisë dhe lumturisë së munguar. Koha, momenti, që është një nga momentet më pozitive dhe shumë korrekte nga ana juaj, është mundësia e ardhmë mbi takimet dhe ndryshimet e mëdha që vijnë. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bënë me peshore dhe me dash është diçka shumë pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricapit. Me bricapët duket se tani për tani është koha, është dhe momenti i duhur mbi disa ndryshime, të janë ndryshime rutinë, mund të thosh unë, por janë ndryshime që jalini kohës, jalini vendimeve të rëndësishme që do të keni dhe koha e duhur në nisma të reja. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me virgjëreshët e diçit parë, me dashjet e diçit tretë, është diçka shumë pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Për sa përket ujorët duket se tani për tani është një kohë shumë e përshtatshme në lidhje me një takim pune që do të bëni, edhe pse mund të jetë i vështirë si takim, por nuk do të thotë se është problem në anën tjetër, sepse juve e keni mundësinë,
keni dhe kohën për zgjidhur çështje problematike. Ujorët nga njëra anë zëvendësojnë çështjet nga më të vështirat i bëjnë ujorët, sepse lidhe me punën, njerëzit që nuk janë në gjendje të përgjigjen kërkesave dhe kërkojnë zëvendësime në punë, rol drejtues, në gjëra të kësaj natyre juve i keni. Edhe pse në anën ekonomike keni pasur mjaft probleme, po tani duket se janë të zgjidhshme. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akreptin dhe dishit parë dhe me binjak ka një kuptim ndryshe nga që mendojnë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Për ju të kësaj shenje duket se ka të bëjnë me ndikime, ka të bëjnë me ndryshime, ka të bëjnë me stabilizime dhe favorizime të anës suaj. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhen me një mundësi shumë të mirë, sepse koha dhe kontributi juaj do të vlej shumë, sepse në anën ekonomike juve sado që ta keni pasur probleme ose keni pasur gjëra që të mbarta për shumë kohësh, pak rëndësi ka kjo, por rëndësi ka ajo çka jam, çka dua dhe ku do të shkoj. Dhe pikërisht tani jeni në një moment mjaft konkurrues, konkurrues me të tretët, konkurrues me ndryshimet e mëdha që vijnë. Nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar mbi respektin që gëzoni juve, respektin e reciprociteti që është në anën tuaj dhe një nga mundësitë më të arta që do të keni tani tutje është ndryshimi dhe marrja e vendimeve të rëndësishme. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me binjake dhe me gafore është ndikimi më i mirë i mundshëm dhe stabilizimet i keni ju, sepse edhe momenti dhe puna është në rrugtimin e duhur dhe në momentin e duhur për zgjidhur çështje problematike. Vijimi dhe ndryshimi, koha dhe vërtetoni dhe vetë, sepse keni shumë gjëra të lëna pezull dhe do t'i rregulloni tani tutje. Një çështje mjaft madhore do thotë një bashkim familjar që do të keni me bricaptë dhe diçit parë, por edhe me binjaktë dhe diçit tret. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite, kaq të rëndësishme të datës 4 korrik të 2026. Për ju që dëshironi parashikimet e detajura, kemi pikërisht këtë butonin këtu. Astrologo.al. E klikoni dhe më pas shkojnë tek sekretaria dhe më pas mund të dërgoni mesazhet për të marrë drejtë përgjigjen në WhatsApp apo në Viber. Tani jo vetëm kaq, por keni edhe një mundësi të artë për sa përket të shikoni dhe parashikimet tek astrologo.al. Gjithashtu ka të bëjë me disa gjëra që janë shumë të ndikuara, po i dedikoheni gjërave të tjera që do të kërkoni udhëtimet ose kur është koha më mirë për blerjet. Po gjithçka i keni tek astrologo.al. Parashikimet e detajuara i keni atje. Manjur Pulla,